Censusi i Kosovës ka nxjerrë 95% muslimanë në Kosovë. Ke fjalën për muslimanë të cilët kanë kryer vetëm një akt të fesë, që janë bërë synet, apo më fal se po e banalizojmë më vetë. Ne i themi musliman, ne i themi musliman çdo kujt që deklarohet musliman. Unë nuk, atë janë vetëm të deklaruar musliman hoxh. Mua më intereson çfarë deklarohet njeriu, sepse mund të jetë një musliman, domethënë pi alkool, luj bizgjoz, edhe pse i bën gjitha këto, i thot vetes musliman është musliman. Se edhe unë ashtu kam qenë një ditë. Tani e mora. Edhe unë ashtu kam qenë. Po. Pra edhe unë kam qenë një ditë që pisha raki, kur kam qenë në shkollë i pauzuar islam, kam hangur mishderi, kur kam qenë i pauzuar islam, kur besojsha se s'ka Zot, kur besojsha se partia është ajo që ne i sjell gjitha të mira. Unë mendoj pas që i ka vdek Xhaxhi Enver, e s'ka pas ma perspektiv me manipulu njerëz, është kap me Xhaxhin Allah, që vetë thot në Kur'an së është maj miri ma kirë, ma shtruës që manipulon njerëz. Hoxhat njekin Xhaxhin Allah me manipulu njerëz pa shkollë, e më u pasunuan nga ignoranca e tyne. Edhe gjuhet vllazër. Hoxha tha, është thyrje me tha muslimanët janë minoritet në Kosovë, se Kosova është 95% musliman. Po mirë, të shikojmë me logjik të pastër, e jo me logjikën kontradiktore të këtij hoxh. Kosova 95% muslimane. Mashallah. Numër që t'inglon bukur në statistika, e në ligjerata, e në intervista kur i bajnë e hoxhat. Numër aq që bukur sa që në realitet, Kosova duhet me ndriçua ma shumë se Meka. Por çka thot jeta reale? Del në Prishtinë një të premtën në mrame. E një ezanin, e me njëherë mas ti e thirjen për Happy Hour, let's go! Kush mbushë xhamiat apo klubet e natës? Kush është plot? Sapat e namazit apo tavolinat e alkoholit si hoxha dikur që ka pi raki? A pritet me rrallë me hynë e me dres apo në klubet e natës? Është maj fort zani imamit apo DJ Gimi? Ho ho! Baret plot, kazinot 24 orë hapun, bastoret si xhami moderne, aplikacionet e bigjosit punojnë ma shumë se Kurani në telefon.